Dhe protokolli jonë që jemi duke zbatu këto 5 qendra është që bëjmë dëmëthon 2 eventualisht 3 seansa në javë dhe për herë të parë bëhen 6 seansa për me mbri efektin fillestar. Se pastaj si bëhet mirëmbajtja, sepse efekti i fotobiomodulimit nuk zgjatë përjetshëm, si kurse veç smundja që është kronike, edhe trajtimi duhet me qenë gjithmonë. Dhe pastaj vazhdojmë me mirëmbajtjen. Dhe është pa që efekte të njëjta jep, edhe nëse bojmë një seancë në 3-4 muaj për mirëmbajtjet më të utjeshme, ose nëse përsëritet ky lloj trajtimi prej 6 seancave në kuadër të 2 deri 3 javë, nëse përsëritet një herë në 6 deri 1 vit.